lavdrimi e tharë mirë, domethënë, kjo është një lloj embargo. Me gjithë ajo listë shtetes që ishte aty vetëm antar vendi NATO-s është Shqipëria. Pra është dhe një aleat i ngushtë të Shtetet e Bashkuara dhe janë pikërisht Shtetet e Bashkuara që marrin një vendim të tillë. Ti the që parë që Shqipëria nuk eksporton terroristë, por ama Shqipëria përmendet gjithë raportet e Departamentit të Shtetit si vend për pastrimin e parave të drogës. Dhe kur flasim për pastrim parash, pastrimi parave nuk zgjedh, janë para terroristësh apo janë para droge. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë thënë që korrupsioni është problem i sigurisë kombëtare të Amerikës. Atëherë ja dhe një pikë tjetër, domethënë, ku ata domethënë kanë marrë e kanë përdorur për të marrë këtë vendim. Pra janë një sër gjërash, domethënë, edhe në dritën e zhvillimeve të fundit, sepse themi atë që është mbeti mes atyre vendeve, domethënë siç është shmang Serbia ose në një vend tjetër Shqipëria mund të shmangej. Është vend antar i NATO-s, është i vetmi vend antar i NATO-s të cilit i bllokojnë vizat. Sepse pavarësisht se ne themi, domethënë, që bëhet fjalë për vizat migratore, sjellja e ambasadës ka treguar që kur fillojnë domethënë me bllokime vizash, bllokojnë edhe vizat turistike. Ose futen në një regjim thellë kontrolli. Pra, domethënë, kjo që po i ndodh Shqipërisë është një regres i madh, sepse kjo s'ka ndodhur as në 97. Fjala vjen llogaria amerikane nuk është pezulluar kurrë. Domethënë, ne na kanë fut me një rreth, domethënë, ne themi domethënë për shkak të emigrantëve, ne kemi qenë në Amerikë dhe shumica në fakt shqiptarët atje shumë pak jetojnë me asistencë. Unë as ma dëm mendja domethënë tjetë ky problemi i Shqipërisë atje. Problemi i Shqipërisë është korrupsioni, është dhe kriminaliteti që ne eksportojmë atje. Problemi i Shqipërisë vjen nga këtu, jo tek shqiptarët. Vjen nga këtu, po, pra është problemi që ne eksportojmë atje, krimin. Nuk është e rastësishme që gjithë kriminalët më të mëdhenj, domethënë narkotrafikut, operojnë në Amerikë Latine, po më falë, në Amerikë Latine nëse ai sjell drogën në Shqipëri, pse s'po zgjok atë në Amerikë. Krimi nuk njeh territor, krimi nuk njeh moral, krimi nuk njeh etik. Pra, domethënë janë një sër çështje, domethënë, duke parë edhe këto që po ndodhin se edhe reagimi i Bashkimit Evropian dhe është shumë i rëndë. Bashkimi Evropian do jetë çuditur me atë që ka dëgjuar. Shumë e rëndë, tash domethënë dashkë. Kujtoj se vjedhjet e madhore ishin me fondet e i-partit. Domethënë një kryeministër, një kryetar shteti që nuk i kupton këto mesazhe, për mua domethënë në rastin më të mirë është i marrë. Është i marrë, domethënë, unë që të kujtoj domethënë sepse nuk është ajo ulu që uli ballukun atje me Nancy Van Hornin dhe tia hodhe domethënë. Urdhë shiçat bëri. Unë do të bllokoj vizat. Por s'ka ndodhur kurrë që nga 90-ta. As 97, bllokohen vizat për Shqipërinë. Në qoftë llogaria amerikane. Herë domethënë ky është me mesazh shumë i fuqishëm. Kjo është tamam embargo. Ç'a pret nga embargo? Kur të fillojë çare, do të bllokoj eksportet, do të bllokoj tregtinë me OBT-n, ç'është ajo?